Përshëndetje, përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi ditën e sotme, këtë herë për të folur pak për Fifin dhe një postim që Fifi ka nxjerrë në Instagramin e saj. Shoqëria mes Fifit dhe Eglit duke që është një shoqëri e përbetuar, duke që është një shoqëri fantastike, duke që është një shoqëri që nuk është si nga këto shoqëritë e interesit. Dhe në këtë rast, Fifi ka komentuar në Instagramin e saj për disa lajme që janë përfolur për klipin e Eglit. Unë para se të lexoj këtë postimin dua t'i them 2-3 fjalë. Fifi në shumicën e rasteve ka treguar që është shumë shoqe. Domethënë është shumë besnike në shoqëri. Këtë e kemi kuptuar gradualisht, edhe në karrierën e saj, edhe në jetën e saj, edhe në artin që ka bërë. Domethënë është shumë besnike si njeri, është shumë e vërtetë. Dhe kjo është kjo goca që gjithmonë dhuron pozitivitet dhe energji të bukur, edhe pse këngët i ka të bazuara gjithmonë në vujtje. Tani, u komentua shumë klip i Eglit, shumë klip serioz, shumë klip i mrekullueshëm dhe Fifi ka shkruar këtë gjë që u komentua që Fifi e tha për gjestin, po ku komentua tani do e them unë. Po shoh plot komente, plot zhgënjime, plot fake account që paragjykojnë lëvizjet e mia si artiste, më saktësisht si producente. Jemi të punu me Eglin për me bo muzikë të mirë dhe me sjell në skenë siç e meriton, si artiste, jo si influencere e as si tiktokere. Nesër në orën 18 del projekti i ri i saj dhe shpresoj shumë ta kuptoni punën e madhe që kemi bërë si ekip. Egli Tako nuk ka vetëm një njeri mbrapa kuintave që punon për të, por ka një ekip super gjigant me plot pasion për punën e muzikën. Love you guys, Fifi. Ka bërtak, Jetmir Agaj, Qeli Klipa, Apollo Producer, Adis Patushi, Onimën. Onima është platforma që do të mbuloj këngën e Eglit. Erkant Shabanin, Miranda Dupin, Arbër Bytyqin dhe SBS Music dhe Image Films. Më thënë janë të gjithë këto që kanë punuar të gjithë me Eglin. Më thënë Egli ka bërë një super projekt gjigant, ku e gjitha kjo puna i është besuar Fifit. Tani pse thoni ju që Fifi foli për gjestin? Fifi nuk e quajti gjestin tiktoker, sepse të njëjtën lëvizje dhe të njëjtën vallëzim, siç e bëri gjesti, e bëri dhe Fifi, sepse shoh shumë mesazhe më kanë ardhur, o Tiron pse e goditi Fifi dje gjestin. Ku e lexoni ju? Ku e keni parë ju që Fifi goditi gjestin? Fifi flet për klipin e Eglit sepse është vërtet një klip film i punuar. Vetëm nga kjo promoja, nga ki coming soon-i që ka nxjerrë Egli është një super film. Ndoshta u paragjykua Egli pse nuk e solli këtë coming soon-in e këngës në formën me lëvizjet, apo ta bënte si TikTok. Fifi ka marrë një mision që Eglin ta ngjite në skenë në mënyrë gjigande dhe më kot Egli nuk ka pranuar deri tani mbrëmje, sepse nuk ka shansa. Egli Tako, me gjithë këto klikime, me gjithë këtë dashuri, me gjithë këtë kureshtje, mos ketë mbrëmje. Dhe thjesht faktit, Fifi është duke punuar me shumë intensitet të lartë, që të investoj tek Egli, që Egli kur do ngjitet në skenë, të ngjitet vërtet një diva e vërtet. Dhe unë këtu nuk e pash që Fifi ka ofenduar gjestin. Do me thënë, Egli nuk është e menaxhuar nga Top Channel-i, Egli është e menaxhuar nga Jetmir Agaj dhe nga i gjithë produksioni i tij, dhe në këtë rast nga Fifi, sepse edhe Fifi është pjesë e SBS Studio, ndërsa gjesti vazhdon të jetë i menaxhuar nga Top Channel. I bie që kënga e Eglit del në kanalin zyrtar të Eglit, e cila është nën kujdesin e Onimës, dhe më pas aty do të publikohen të gjitha këngët. Këtu nuk ka një goditje për gjestin, nuk ka një ofendim, është thjesht një shpjegim për të gjitha ato të cilat kishin pikpyetje për Eglin dhe për punën e Eglit.
Ky ishte komentimi për këtë status që ma kanë kërkuar të gjithë që ta komentoj.